Detajet të reja kanë dalë në dritë nga plagosja e një efektivi policie mbrëmjen e djeshme në aksin Fier Dimal, një ngjarje e rëndë që ka vënë alarm strukturat e policisë dhe agjencisë së mbikëqyrjes policore. Sipas informacioneve paraprake, autori i ngjarjes është 45 vjeçari Zamir Skënderi, person me precedent penal, i cili gjatë shoqërimit nga policia ka arritur të rrëmbej armën e shërbimit një efektivi dhe ta plagos atë. Ngjarja ka ndodhur në dalje të fshatit Kutalli në territorin e bashkisë Dimal. Mësohet se Skënderi ishte shoqëruar më herët nga efektivët e policisë pas një konflikti të ndodhur në ambientet e prokurorisë së rrethit gjyqësor Fier. 3 efektiv të policisë po e transportonin 45 vjeçarin nga Fieri drejt komisariatit të Kuçovës gjatë lëvizjes me automjet në aksin nacional Fier Dimal. Skënderi, i cili ndodhej në sediljen e pasme së bashku me efektivin Arsen Toska, ka përfituar nga momenti për t'i marrë armën e shërbimit policit 20 vjeçar. Menjëherë pas kësaj, ai ka qelluar me armë zjarri duke e plagosur efektivin në pjesën e kofshës. Burime bëjnë me dije se pas të shtënës, 45 vjeçari ka tentuar të largohet nga vendi i ngjarjes, por është neutralizuar dhe arrestuar nga 2 efektivët e tjerë që ndodheshin në automjet. Polici i plagosur është transportuar fillimisht me ambulancë drejt Spitalit Rajonal të Beratit, ku ka marrë ndihmën e parë mjekësore. Për shkak të plagës së marrë, ai është nisur më pas drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për trajtim më të specializuar. Fatmirësisht, sipas burimeve zyrtare, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas arrestimit të Skënderit, policia ka ushtruar kontroll fizik ndaj tij, ku i është gjetur e fshehur në trup edhe një sasi lënde narkotike e dyshuar kokain. Hetimet janë fokusuar jo vetëm tek dinamika e plagosjes, por edhe tek mënyra se si i shoqëruari arriti të marrë armën e shërbimit të efektivit brenda automjetit të policisë.